Deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Zamira Sinaj mbajti fjalën e parë në Kuvendin e Shqipërisë, ndërsa analizoi me fakte konkrete dhe në këndvështrim profesional raportin e kontrollit të lartë të shtetit për veprimtarinë e vitit 2024. Sipas Sinajt, qëndrimet e mazhorancës socialiste janë të qarta, objektive dhe në interes të qytetarëve, ndërsa kërkohet transparencë, përgjegjshmëri, punë në shërbim të publikut. Në nisje të fjalës së saj, Sinaj pati një mesazh për opozitën kur tha se Vlora është qytet që zgjedh stabilitetin dhe jo kaosin. Vlora është qytet që zgjedh stabilitetin dhe jo kaosin dhe zhurmën, siç keni zgjedhur ju, që beson te puna dhe zhvillimi. Është qytet që kërkon nga përfaqësuesit e vet të flasë me fakte dhe me dinjitet. Deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Zamira Sinaj theksoi se raporti i kontrollit të lartë të shtetit nuk përmbush standardin profesional që kërkon koha. Sipas saj, duhet analizë shkencore, ndërsa shifrat duhet të interpretohen me kujdes dhe me profesionalizëm. Raporti i këtij viti është i mbushur me shifra, por i varfër në analizë, është voluminoz në përmbajtje, por i paqartë në vlerësim. Në vend që të ofrojë një analizë shkencore mbi performancën institucionale, shpesh mbetet në nivele përshkruese dhe gjykuese. Deputetja Zamira Sinaj solli shembullin pozitiv të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, kur foli për standardet europiane të kërkimit shkencor, gjë që sipas saj, kontrolli i lartë i shtetit nuk bën analiza profesionale dhe vlerësime konkrete, por vetëm për të shërbyer shifrave. Sipas Sinajt, kontrolli i lartë i shtetit duhet të afrohet me standardet e Bashkimit Evropian. Një auditim modern duhet të analizojë dhe vlerën publike të investimit dhe jo vetëm rregullsinë e dokumentacionit. Një tjetër fushë ku kërkohet më shumë profesionalizëm në auditim është arsimit dhe rinia. Në 2 vitet e fundit 30.000 të rinj janë punësuar në sektorin privat. Janë ngritur 6 qendra inovacioni dhe formimi profesional dhe janë investuar 60 milion euro në trajnime teknike dhe teknologjike në Universitetin Ismail Qemali, janë rritur me 40% fondet për kërkimin shkencor. Janë nënshkruar mbi 120 marrëveshje ndërkombëtare dhe janë modernizuar laborator dhe auditor sipas standardeve europiane. Por raporti i KLSH-s këto zhvillime i sheh pa analizë dhe pa ndikim tek studentët. Në një vend që pohet së drejt Bashkimit Evropian, vlerësimi duhet të matet me cilësi, jo vetëm me bilance. Auditimi evropian është auditim i rezultateve, jo i formularëve. Integrimi evropian nuk është vetëm proces politik, është reformë e një mendësie profesionale. Për të afruar me standardet e Bashkimit Evropian, KLSH duhet të adoptojë praktikat e auditimit të avancuar evropian dhe të bashkëpunojë më ngushtë me institucionet homologe europiane. Duhet të kalojë nga raportimi i shkeljeve në raportimin e vlerës së ndikimit dhe nga vëzhgimi në këshillin profesional. Deputetja Zamira Sinaj i bëri thirrje kontrollit të lartë të shtetit që të ngrejë nivelin e përgjegjësisë publike dhe të marrë standardet më të mira europiane. Nuk është qëllimi im apo qëllimi i këtij diskutimi të minimizoj rolin e kontrollit të lartë të shtetit, por ta ngrej nivelin e përgjegjësisë së tij publike. Ky institucion është një prej kolonave më të rëndësishme të shtetit ligjor dhe për këtë arsye standardi i tij profesional duhet të jetë më lart se mesatarja e institucioneve që ai auditon. KLSH